Pastrojeni fytyrën me këta 3 përbërës dhe do të dukeni 10 vite më të reja. Padyshim që ka me qindra apo mijëra produkte në treg për t'i hequr rrudhat dhe për t'ju bërë ju të dukeni më të reja. Mirëpo, është shumë e vështirë të gjeni një produkt i cili thjesht e kryen punën brenda pak kohe. Përbërësit janë 1/4 e gotës me gjel aloe vera, 1 ose 2 lugë gjelle me vaj të ëmbël bajameje, disa pika vaj nga përzgjedhja juaj. Të gjithë përbërësit i futni në një tas të vogël dhe i përzjeni mirë. Produktin e fituar vendoseni në një shishe dhe e lyeni fytyrën me to. Pastaj, pas 20 minutave e pastroni fytyrën me ujë të ftohtë. Kjo recetë do ta bëjë lëkurën tuaj që ajo të jetë më e shëndritshme dhe njëkohësisht të jetë shumë herë më e shëndetshme se më parë.